Rruga e spitalit të Tetovës, e cila me vite të tëra nuk ishte asfaltuar dhe përbënte pengesë për kalimtarët e sidomos autoambulancat, më në fund u asfaltua dhe filloi të ngjajë rrugës. Problemi më i madh në këtë rrugë bëhej gjatë dimrit kur edhe ngushtohej. E njëjta tej mase dhe shpesh ndodhte që makinat me pacient të vonoheshin dhe të mos arrinin në kohën e duhur. Rruga e spitalit të Tetovës është e një rëndësie të veçantë sepse e njëjta lidh edhe 3 bulevardet kryesore të qytetit. Bëhet fjalë për një rrugë që është një ndër arteriet kryesore të qytetit tonë dhe e cila tani më me këtë investim ka marrë një pamje moderne, një investim që nënkupton asfaltimin e plot të kësaj rruge me një gjerësi prej dikund mesatarisht 7 metër gjerësi dhe një gjatësi dikund mbi 1200 metër. Po ashtu dua të potencoj që investimi total në këtë rrugë është dikund rreth 30 milion denar, edhe njëherë një investim shumë i rëndësishëm për infrastrukturën rrugore të qytetit tonë. Kasami paralajmëroi së shpejti dhe fillimin e vendosjes së semaforëve të ri në qytet, problem ky i cili po zhagitet me muaj të tërë dhe as se si të fillojë në terren. Do të niset nga semafori tek Xhamia e Larme dhe në gjitha pikat, kryqëzimet e qytetit do të kemi semafor të ri dhe të digitalizuar, me çka edhe përfundimisht edhe kjo çështje do zgjidhet, por është dinamik në bazë të kontratës cilën do ta përcjellim me operatorin që ka, kontratën për realizimin e punimeve sa i përket instalimit të semaforëve të ri. Ndërkohë mbetet enigme se kur do të fillojë vendosja e tabelave të reja nëpër qytet, të cilat sipas Kasamit janë nën kompetencën e rrugëve shtetërore.